Regjistrimet në shkollat e mesme tashmë kanë filluar, por ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit procesi i regjistrimit po zhvillohet me aplikim online. Nga shkolla e mesme Maria Curie Sklodowska, profesor Jusuf Abdullau në deklaratën e tij për televizionin Shenja, regjistrimin online e vlerëson si më të përshtatshëm, krahasuar me atë formal, pasi që sipas tij është një formulë më e qartë, sepse menjëherë pas aplikimit bëhet selektimi i nxënësve në qoftë se janë pranuar ose jo. Si gjithmonë, edhe këtë vit, normalisht që numri i nxënësve parafërsisht është i njëjti, mirë po në krahasim me viteve të kaluara, normalisht që mbushën paralelet. Tash normalisht që nxënësët paraprakisht janë të njoftuar rreth pikëve që mundën me u regjistru në drejtime dhe normalisht që mbas suksesit të tij e ka krahasu prej më herët se për të cili drejtim është. Normalisht që paralelet për laborant medicinal, teknik të optikës së syve dhe laborant kimik mbushen nga ana e nxënësve aplikimet për arsye se vetëm më janë të inkuadruar po rreth atyre drejtimeve. Ndërkaq, edhe drejtori i shkollës së mesme Cfet Andimov, Gani Aslani, regjistrimin online e vlerëson si të përshtatshëm në përjashtim të disa vështirësive të vogla. Ai thekson se kanë formuar një ekip të veçantë posaçërisht për të qenë në ndihmë të atyre që hasin vështirësi ndaj qasjes së programit. Ai thekson se si shkollë mesme ofron një larmishmëri të drejtimeve, nga ku theksoi edhe marketingun si një nga drejtimet më të reja që kanë vënë në funksion që nga viti i kaluar. Ka një farëlesh në vështirësi të vogël, do thonë mirë po prapë është e përshtatshme se nxënësi mund të aplikon. Kanë vështirësi të vogla rreth asaj mënyrës qasjes të programit, po fluksi vërejet se ka fluks të regjistrimeve, ka interes për profilet të cilat i ofrojmë si shkollë. Edhe mirë po atë pjesën finale se sa ka qenë vjet dhe këtë ende nuk mund ta definojmë përderisa rrjedhë regjistrimi. Interesi më i cekur, më i theksuar është drejtimet e mjekësisë, thonë për motra medicinale, teknik dhëmbësh edhe teknik farmaceutik, do thonë këto janë ato 3 drejtime të cilat i ofron shkolla, mirë po nuk mungon, as pak nuk mungon interesi edhe për drejtimet ekonomike. Ndërkaq, Aslani theksoi se testet pranuese formulohen për të bërë rangimin nxënësve të cilët janë me mesatare të njëjtë prej 75 pikëve, vetëm në rastet që ka fluks të madh të aplikimeve, nga ku arrin që të kalojë numri i kuotës. Ndarja e regjistrimeve bëhet në bazë të konkursit i cili është i shpallur nga ana e Ministrisë së Arsimit, në bazë të kuotave të cilat janë vendosur, nga ku minimalja për drejtimet e mjekësisë është 70 pikë, 60 pikë për drejtimet ekonomike dhe mbi 30 pikë duhet të kenë për referent shitës, nga ku si rrjedhoi e pikëve bëhet vlerësimi në qoftë se nxënësi ka të drejtë regjistrimi ose jo.